Bismillah me emrin e Allahut. Veprat flasin kur emrat heshtin. Kur të vdes, unë nuk do të shqetësohem ma për asgjë. Pse? Sepse nuk do të kujdesem për trupin tim të lodhur. Sepse vëllezrit e mi do të bojnë gjithçka që duhet. Për këto nuk do të mërzitem. Ata do të më zhveshin nga rrobat, do të më lajnë sipas rregullave, do të më mbështjellin me qefin, do të më nxjerrin nga shtëpia ime dhe do të më çojnë në banesën time të re që është varri. O Zot, bëne varrin tim një kopsht prej kopshteve të xhenetit. Shumë njerëz do të vinë për ta përcjell xhenazën time. Disa kanë me i lon punët e veta, disa të tjerë takimet, disa të tjerë angazhimet e tyre, ndërsa unë, ndoshta gjatë jetës time, nuk i kam dëgjuar kur këshillat e tyre. Ndoshta dhe ata nuk i kanë dëgjuar të mijat. Tjetra që kujtoj dhe duhet kujtoj, gjërat e mia do të shpërndahen ose do të hidhen. Çelsat e mi të makinës, librat e mi, çantat, këpucët, rrobat e tjerë. Çdo gjë që dikur mua më dukej e rëndësishme. Tjetra, nëse familja ime është e mençur, disa prej tyre do t'japin sadaka për mu. Kjo do t'jetë e vetmja gjë që mund të më sjell mua dobi. Bota nuk ka me u ndalë për mu. Jeta do të vazhdoj. Ekonomia do të ecë. Punën time do ta bëj dikush tjetër. Pasuria ime do të kaloj trashëgimtarve, ndërsa unë do të merrem në llogari për çdo gjë. Për të voglën dhe për të madhen, për të fshehtën dhe për të dukshmen. Tamam për çdo gjë do t'jap llogari. Gjëja e parë që do të humbas është emri im. Si? Kur vdes, do të thonë, kjo është trupi, jo kjo është filani. Do të thonë, silleni xhenazën, nuk do të ma përmendin emrin tim. Tjetër, do të thonë, afrojeni të vdekurin, jo afrojeni ulviun. Pra, jo kush kam qenë unë. Atëherë, as prejardhja ime, as fisi im, as posti, as fama, nuk do të kenë as një vlerë. Sa e vogël është kjo botë, sa e vogël është kjo dynja, dhe sa e madhe është ajo që na pret ahireti. O Zot, na mundso, takohemi me ty faqe bardhë. O ti që je gjallë sot, dije se pikëllimi për ty do t'jetë i përkohshëm. Ata që të njohin pak, do të thonë, i mjeri gjori shkreti. Misht do të pikëllohen pak, pastaj do të qeshin dhe jeta do të vazhdojë sërish. Familja do të mbaj mërzi për një kohë. Pastaj edhe ajo do të vazhdojë jetën. E unë dhe ti
mos haro, edhe unë, edhe ti, do të mbetesh vetëm me veprat e tua. Bukuria do të ketë ikur, shku. Pasuria po ashtu shku. Shëndeti, fëmijët, shtëpia, çdo gjë dhe jeta e vërtet tani do të filloj. Pyetja është: Ulvi, çka ke përgadit sot për varrin dhe ahiretin tënd? Prandaj, përpiqu. Ulvi në obligimet fetare tuat, në veprat vullnetare, në sadakan e fshet, në veprat e mira, në namazin e natës, ndoshta me lejen e Allahut do të shpëtosh. O Allah na shpëto. Sepse Allahu thot: kujto, fadhakkir, kujto, sepse për kujtimi u bën dobi besimtarve. Dhe i vdekuri, nëse do të kthehej në dynja, nëse, që kjo nuk ndodh, dhe i vdekuri nëse do të kthehej në dynja, nuk do të kërkonte pasuri, as famë, as udhëtime, por do të thoshte: o Zoti im, sikur të më kishe shty edhe për pak të jetoj në dynja, do të jepja sadaka. Këtë i vdekuri do ta kërkojë mu kthy. Sikur. Sikur të jetoj, të kthehem, do të jepsha sadaka. Le të mos presim atë çast. Le të përgatitemi